Speranca TV paraqet. Mirëdita të gjithëve. Shpresoj të kaloni një pasdiqje të bukur. Jam një burr 58 vjeç, që jetoj në një qytet të vogël. Ditët e mia ishin të njëjta, të qeta e pa asnjë të papritur. Blija ushqimet, bëja ndonjë punë rrotull shtëpisë dhe pija kafen me të njohurit e mi. Marketi ku unë bleja gjërat e përditshme ishte vetëm pak hapa larg qendrës. Shkoja aty prej vitesh sepse e dija saktësisht se ku ndodhej çdo produkt. Një paradite, ashtu si gjithmonë, mora rrugën drejt atij marketi për të blerë ca gjëra që më duheshin. Hapa derën dhe u futa brenda. Sa po kalova rreshtin e parë të rafteve, pash diçka që më la pa fjalë. Në market kishte filluar punë një shitese e re. Ajo ishte rreth të 30-tave dhe ishte një nga gratë më të bukura që kisha parë ndonjëherë. Kishte një fytyrë të bukur dhe flok kaçurela që i binin lirshëm mbi supe. Trupi i saj ishte me forma të hatashme, aq sa edhe rrobat e thjeshta të punës nuk ja fshihnin dot. U solla rrotull rafteve vetëm për ta parë më mirë. Nuk e kisha parë kur me parë në qytetin tonë. E lash portën të kasa, pagova, pa thënë asnjë fjalë dhe dola jashtë, por mendjen e kisha vetëm tek ajo. Nuk nisesha dot për në shtëpi, pa marrë vesh se kush ishte ajo. Dola tek pjesa e trotuarit, ku rrinin zakonisht disa nga komshinjtë e zonës. U afrova dhe pasi i përshëndeta, e hapa biseden si rastësisht për marketin. I pyeta nëse dinin gjë për atë shitesen e re. E ata e kishin marrë vesh me njëherë lajmin. Me thanë që ajo ishte nga një fshat disi i largët dhe kishte ardhur të punonte e të jetonte këtu. Ishte ndarë nga burri kohët e fundit dhe banonte plotësisht vetëm në një dhomë qira aty në qytetin tonë. Kjo gjë që dëgjova ishte thjesht përrallore për mua. Ishte fiks ajo që më përshtatej. Unë jetoja vetëm dhe kisha dëshirë të madhe të krijoja një lidhje. Fakti që ajo ishte e ndarë, e lirë, e pavarur dhe banonte vetëm, më dha një motiv të fortë për të vepruar. Vendosa aty për aty që nuk do ta lija këtë rast të më ikte nga duart. Që nga e nesërmja e ndryshova plotësisht rutinën time. Fillova të shkoja çdo ditë në atë market. Donjëherë shkoja edhe 2 herë në ditë, vetëm për të blerë nga një gjë të vogël sa për të pasur një arsye për të futur aty. E nuk kisha nevojë për gjysmat e atyre produkteve, por i blija vetëm që t'i flisja asaj. Kur ajo ishte duke rregulluar mallrat në rafte, unë i afrohesha dhe e pyesja për gjëra koti. E pyesja se cili lloj orizi ishte më i mirë, ose e fusja në bisedë për çmimet e reja. Doja vetëm të gjeja një mundësi që të bisedoja me te dhe të dëgjoja teksa fliste. Kënaqesha vetëm duke e parë. Shikoja me shumë vëmendje se si ajo hidhte hapat kur kalonte nëpër market. E pas disa ditësh, vendosa ta ndryshoja pak lojen. Fillova t'i bëja komplimente. I thoja se sa bukur i rinin ato flokët kaçurela, ose i thosha fjalë të mira për pamjen dhe trupin e saj kur ajo lëvizte nëpër dyqan. Por reagimi i saj ishte zhgënjyes. Ajo më dëgjonte, por më kthente ndonjë përgjigje shumë të thatë dhe i qëndronte punës së saj krejtësisht e ftohtë.
nuk me jepte asnjë lloj hapësire apo shenje që ishte e interesuar. E bën të shumë të qartë ndarjen mes meje si një klient i thjesht, e megjithatë, unë nuk kisha ndërmend të hiqja dorë. Lodhja ime fizike për të shkuar për ditë aty nuk kishte rëndësi. Vazhdova me të njëjtën ritëm, çdo ditë aty, çdo ditë me fjalë të mira. Derisa një pasdite, kur në market nuk kishte njerëz të tjerë, unë ju afrova drejt për drejt te kasa dhe ja shpreha ndjenjat e mia për te. I thosha se kisha ditë të tëra që vija aty vetëm për atë gocë dhe sa qëllimi im ishte krejtësisht serioz. I fola qetë dhe i tregova se unë kisha vërtet dëshirë të ndërtoja diçka të bukur me te. Këmbëngulja ime, me sa duket, e theu atë murin e saj mbrojtës. Ajo u mbështet tek banaku dhe filloi të hapej për herë të parë. Zëri i saj ishte melankolik teksa me tregonte për jetën e saj. Më tha se ishte thellësisht e zhgënjur nga martesa që kishte lënë pas. I kishte humbur besimi tek fjalët e burrave dhe kishte frikë të hidhte hapa të rinj. Unë e dëgjova me shumë kujdes, pa ndërprerë. Nëse vjen me mua, i thash unë me vendosmëri, unë do të të mbaj në pëllëm të dorës, të jap fjalen që do të të mbaj si mbretëresh në shtëpinë time. Ato fjalë ditë për ditë bën punë. Ajo filloi të zbutej pak nga pak. E ftohtësia i ikun nga fytyra dhe filloi të fliste me lirshë me mua. Duke parë këtë ndryshim, mora guximin dhe e ftova për një kafe aty në qendër të qytetit. Jo, më tha ajo më njëherë, por buzëqesh i lehtë. Nëse ulemi në kafe këtu, njerëzit do të flasin pa pushim. Nuk dua t'ju jap material komshinjve, më tha ajo. Por ajo nuk e mbylli aty bisedën. Më bëri vet një propozim. Më tha që të merrja makinën time dhe ta merrja atë në një rrugë pak më larg qendrës e të shkonim në një qytet tjetër ku nuk na njihte askush. E kështu mund të kalonim disa orë bashk, thjesht për t'u njohur më shumë, larg syve të njerëzve tanë. Kur erdhi dita e takimit, unë e prita me makinën tek vendi që e kishim lënë. Ajo hipi e veshur shumë bukur. Udhëtimi drejt qytetit tjetër ishte goxha i gjatë, e përgjatë gjithë rrugës unë flisja pa pushim. Doja ta bindja me çdo kusht. I thosha se nëse gjërat esnin mirë dhe martoheshim bashk, unë do ta mbushja me dhurata. I premtoja se do të sillesha gjithmonë mirë me te dhe se ajo nuk do të kishte me kur arsye për të mërzitur. Isha aq i zhytur në fjalët e mia, sa që as nuk po e shihja rrugën si duhet. Në një moment të caktuar, ajo ktheu kokën nga unë dhe me një zë të vendosur më tha: "Ndale makinën." Unë shkela frenën dhe e nxora makinën anës rrugës. Për një sekond, mendova se e kisha tepruar. Mendova se premtimet e mia të tepruara e kishin frikësuar dhe se ajo do të hapte derën e do të me ikte. Por ajo nuk lëvizi fare drejt derës, përkundrazi, ajo u zgjat nga vendi i saj, u ofrua drejt meje dhe me puthi pa pritur drejt për drejt në buzë. Ishte një puthje që me zuri plotësisht në befasi. Pas një puthje të shkurtër, ajo u tërhoq pak mbrapa dhe rregulloi kaçurrelat e saj. "Me fal", më tha ajo, por u bën ca kohë që jam dalë nga burri dhe kisha nevojë për një puthje nga dikush. Unë nuk nxora asnjë fjalë nga goja. Ishte e kotë të flisja më. E ndeza sërish makinën, por nuk vazhdova rrugën drejt qytetit ku ishim nisur. E ktheva timonin dhe hyra në një rrugë anësore që të çonte drejt një pylli aty pranë.
Nisa të ecja me makinë ngadalë mes pemëve. Hyra gjithnjë me thellë në atë pyll, derisa makina nuk este më. Rruga filloi të bllokohej nga dushku i madh dhe degët e pemëve që kishin rënë për tokë, e aty e ndala makinën. Vendi ishte krejtësisht i shkretë. Kishim shumë emocione, por u ktheva nga jo dhe ju ofrova plotësisht. U zgjata tek ajo grua dhe fillova ta puthja me shpejtësi. Nuk i dhash kohë as të fliste. I dhash puthjet e një pasnjëshme në buzë, njërën pas tjetrës, me një dëshirë që e kisha mbajtur të fshehur që nga dita e parë në atë market ushqimor. Ajo u dorëzua plotësisht. U mbeshtet tek sedilja dhe mes atyre puthjeve të pandërprera dëgjoja vetëm zërin e saj që më thoshte më kënaqe. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.